aspekt, e ka njësinë e inspektimit, të cilën veç e kemi aktivizu dje dhe ju kemi njëftu dje që me urgjencë ka shku me hetu rastin në QPS në Lipjan. Dhe kjo njësi ka për mandat që në kuadër të fushëmëtarisë, kuadër të kompetenca saj të legislacionit në fuqi apo ligjit për shërbime sociale dhe familjare, të hetoj rastin dhe të rekomandoj ministrin për veprimet në bazë të gjeturave të këtij rasti. Pastaj ministri ka të drejtë, nëse ka gjetje serioze në bazë të raportit të inspektoratit, të revokoj licencat për individ që janë ofrues të shërbimeve sociale në këtë apo kudo tjetër QPS në Republikën e Kosovës. Edhe një drejt tjetër që jepet me këtë ligj, por që pastaj nuk jepet me ligjin për vetë qeverisë lokale, është të revokojë licencën e QPS-s në tërësi kudo qoftë edhe në cilën do komunë, por ligji për vetë qeverisën lokale këtë gjë nuk e lejon për momentin. Në këtë rast, momentin që sa e kemi raportin përfundimtar, ne kemi marrë një raport preliminar dhe tash ju shpjegoj pak a shumë se çka përmban ky raport preliminar, por megjithatë momentin që ne pranojmë raportin përfundimtar nga njësia e inspektimit dhe nëse konstatohen vërtet shkelje nga qendra nga QPS-ja, atëherë unë ju siguroj që do të mbiren të gjitha masat ligjore që janë kompetencë të imën edhe përfshirë edhe revokimin e licencave për individët që punojnë në atë QPS. Megjithatë më duhet të theksu që në bazë të gjetura në atë QPS janë të paraparë 6 zyrtarë dhe aktualisht janë vetëm 3 zyrtarë. Në këtë rast më duhet patjetër që përmes juve, përmes media, mi bo thirrje të gjithë kryetarëve komunave që të rrisin kapacitetet në qendrat për punë sociale, duke përfshirë edhe aspektin njerëzor, kapacitetet humane, por edhe infrastrukturën në mënyrë që ne pastaj të mund t'i dalim zot të kemi një cilësi në trajtim të këtyre rasteve që po më në kuptim të parandalimit, sepse masa që ndodhe rasti me i krymë punë tona, po për atë fëmijë kjo nuk ka shumë rëndësi. Kuadër të parandalimit, në këtë javë neve që kemi miratu planin e akteve ligjore dhe ne do të krijojmë një rregullore që inspektimet në kuadër kësaj njësie të kryejnë në 3 forma. E para të ketë minimum 38 inspektime në vit, që do të thotë inspektime të rregullta për këto qendra për punë sociale, të ketë inspektime në bazë të ankesave dhe të ketë inspektime në bazë detyrë zyrtare. Edhe kur inspektorët shohin një lajm nga mediat, ata duhet të kenë autoritetin për me shku me bo inspektime dhe jo vetëm kur të ketë ankesë ajo që ka ndodhur dje në rastin e caktuar. Raporti preliminar megjithatë nuk mund ta shpalos të gjithin, meqenëse nuk është përfundimtar dhe nuk i ka të gjitha detajet. Shpjegon që kjo familje nga viti 2013 ka qenë në trajtim të qendrës për punë sociale në Lipjan dhe rrjedhimisht disa herë janë marrë ata fëmijë nga prindrit, por janë rikthyer prapë pas trajtimit dhe pas analizave psikiatrike dhe diagnostikimit që ka bërë shëndeti mendor. Në vitin 2023, gjykata e ka rikthy këta fëmijë tek familja edhe një herë dhe ne jemi të trajtu ose raporti ose inspektimi është të trajtu pse është rikthy, ai kanë plotësuar kushtet këta 2 prindër për rikthimin e këtyre fëmijëve, megjithatë ne po e shohim edhe përmes ngjarjes po edhe përmes mediave se çfarë gjendje kanë qenë kjo familje për momentin që kryhet inspektimi final apo raporti final. Ne do t'ju njoftojmë për gjitha hapat që ndërmarrim si ministri në kuadër të kompetencave tona. Pra përsëris kjo nuk na largon prej përgjegjësisë, sepse çdo qytetar fundja ka përgjegjësi të lajmërojë të ketë kujdes ndaj fëmijëve në Kosovë, mirë po ne duhet ta sqarojmë që kompetencat janë të ndara qysh ka viti 2009, nëse nuk gaboj, qendrat për punë sociale janë në kompetencë të komunave të Kosovës.